Përshëndetje miq, po dëgjoni edicionin informativ këtu në Radio Travel. Dhëmbi që i riktheu shikimin pas 20 vitesh. Një 34 vjeçar nga Kanadaja, Brent Chapman, ka rifituar shikimin fal një procedure shumë të rrallë mjekësore, ku një dhëmb i tij u implantua në sy për të shërbyer si mbajtëse e lentes. Pas më shumë se 20 vitesh verbëri dhe 10 operacione të pasuksesshme, kjo ndërhyrje u bë shpresa e fundit për të. Procedura dhëmb në sy e kryer për herë të parë në Kanada i ka mundësuar atij të shikojë botën sërish, me një shikim të qëndrueshëm dhe funksional. Dhëmbi zgjidhet sepse është materiali më i fortë që prodhon trupi i njeriu. Për Chapmanin, rikthimi i shikimit nuk është vetëm një mrekulli mjekësore, por edhe një moment i rëndësishëm njerëzor, të shikojë fytyrat e të dashurve, të rikthehet në punë dhe të jetojë pa frikën se drita do t'ju humbas sërish. Kujdesi për nipërit dhe mbesa mbron trurin e gjyshërve. Një studim i ri tregon se gjyshërit që kujdesen për nipërit dhe mbesat e tyre kanë shëndet më të mirë mendor dhe rrezik më të ulët për demencë. Ulëmtimi i publikuar në revistën Psychology and Aging analizoi të dhënat nga mbi 2800 gjyshër mbi moshën 50 vjeç dhe zbuloi se ata që ishin të përfshirë në kujdesin e fëmijëve kishin kujdes dhe aftësi verbale më të mira. Sipas studiuesve, përfitimet nuk varen nga sa shpesh apo çfarë aktiviteti bëjnë gjyshërit me nipërit dhe mbesat, por nga vetë përvoja e të qenit të angazhuar dhe aktiv në jetën e tyre. Përveç përfitimeve njohëse, ky rol ndihmon edhe në ruajtjen e aktivitetit fizik, lidhjeve sociale dhe në luftimin e vetmisë për sa kohë që kujdesi nuk kthehet në barr. Gënjeshtra e parë e fëmijës tuaj, një shenjë e zhvillimit të trurit. Nëse keni kapur ndonjëherë fëmijën tuaj duke mohuar një gabim të vogël, mos u shqetësoni. Neurologët dhe psikologët e fëmijëve thonë se kjo është një shenjë e shëndetshme e trurit që po zhvillohet. Gënjeshtra e parë tregon që fëmia po mëson të kuptojë mendimet e të tjerëve, të kontrollojë impulsin për të thënë të vërtetën dhe të mbajë mend një histori të besueshme. Tre aftësi komplekse që tregojnë inteligjencë emocionale dhe sociale. Ulëmtimet tregojnë se fëmijët që gënjejnë herët shpesh kanë rezultate më të larta në teste kognitive dhe ndihen më rehat në marrëdhënie shoqërore më vonë. Sipas doktor Arif Khan, një neurolog i njohur fëmijëve, gënjeshtra nuk ka të bëjë me të qenit i keq ose manipulues. Në vend të kësaj, ajo tregon një hap kritik në zhvillim. Shumica e gënjeshtrave vijnë nga dëshira për të shmangur turpin dhe për të ruajtur lidhjen me prindrit e tyre, jo nga dëshira për të qenë të pabindur. Pra kur fëmia juaj gënjen për herë të parë, mos e shihni si diçka negative. Është një shenjë e fuqisë së trurit dhe e zhvillimit të tij emocional. Njeriu me krahun e artë dhe trashëgimia e tij që shpëtoi 2.4 milion jetë. James Harrison, i njohur si njeriu me krahun e artë, është një dhurues gjaku australian që ka lënë një trashëgimi të jashtëzakonshme. Gjaku i tij i rrallë përmbante një antitrup të fuqishëm, anti-D, i cili ka shpëtuar rreth 2.4 milion njerëz nga sëmundja rhezus. Rruga e tij si dhurues filloi kur në moshën 14 vjeç ai mori 13 njësi gjaku gjatë një operacioni të madh në krahëror dhe u shpëtua. I mirënjohur për jetën që u dhurua, Harrison vendosi të bëhej dhurues gjaku vet. Pavarësisht frikës nga gjilpërët, ai bëri mbi 1173 dhurime gjatë 60 viteve, duke vendosur një rekord botëror për numrin më të madh të dhurimeve. Fal përkushtimit të tij, Australia arriti të sigurojë vetë mjaftueshmëri në furnizimin me anti-D. U prodhuan mbi 3 milion doza të trajtimit jetik dhe miliona bebe, përfshirë edhe antar të familjes së tij, shpëtuan nga sëmundja rhezus. Trashëgimia e James Harrison vazhdon përmes projektit James in a Jar të Australian Red Cross Live Blood, që synon të riprodhojë antitrupat të tij të rrallë në laborator. Historia e tij është një testament i fuqisë së dhurimit, përkushtimit dhe dashurisë për jetën, që vazhdon të ndikojë miliona njerëz edhe sot. Kina ndërton ëndrrën hapësinore me 200.000 satelit. Kina ka planifikuar për të lançuar pothuajse 200.000 satelit në hapësirë përmes dy konstelacioneve të mëdha, CTC-1 dhe CTC-2, secila me mbi 96.000 satelit në shumë orbit të ndryshme. Nëse realizohet, ky do të ishte grupimi më i madh i satelitëve ndonjëherë edhe më i madh se projektit e SpaceX. Ky projekt mundëson komunikim më të mirë, navigim, monitorim të motit dhe hulumtime shkencore. Aplikimet janë ndërzuar pranë Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikacionit, që siguron përdorimin e drejtë të hapësirës dhe spektrit të saj. Kina ka arritur shumë praninë e saj në hapësirë gjatë viteve të fundit, duke kaluar nga rreth 40 satelit në vitin 2010 në më shumë se 1.000 sot. Këto dy konstelacione do t'i japin vendit mundësi të reja për teknologji, kërkime dhe shërbime që do të ndihmojnë njerëzve në tokë. Ky është një hap i madh drejt zhvillimit të hapësirës dhe një shenjë e ambicies për të eksploruar dhe përdorur teknologji hapësinore për të mirën e të gjithëve. Dhe me këtë lajm ne kemi arritur në fund të Happy Feet dhe për ditën e sotme, por ne do të dëgjohemi vetëm në Radio Travel.